Sa xhelos janë shenjat e horoskopit në botën e yjeve dhe karaktereve të ndryshme, disa shenja nuk e durojnë dot të ndajnë vëmendjen, ndërsa të tjerët janë më të qetë dhe të pavarur. Dashi. Dashi është shenja e parë e horoskopit dhe karakterizohet nga energji e papërmbajtshme dhe impulsivitet. Ata janë lindur lider, të guximshëm dhe gjithmonë të gatshëm për sfida. Por kjo pasion i madh ka edhe anën e tij të errët, xhelozia, kur dashi sheh dikë tjetër që merr diçka që ata dëshirojnë, qoftë vëmendjen e dikujt, suksesin në punë, apo një mundësi që mendonin se ishte e tyre. Një ndjenjë intense e xhelozisë shpërthen menjëherë. Nuk është e fshehur. Dashit i pëlqen të shprehë emocionet e tij direkt, xhelozia e dashit nuk është gjithmonë negative. Ajo shpesh shërben si shkëndijm motivimi, i shtyn të bëjë më mirë, të konkurojë dhe të mos dorëzohet. Por, në të njëjtën kohë, mund t'i bëjë të paduruar dhe impulsiv, duke reaguar pa menduar shumë. Në dashuri, dashi mund të jetë shumë posedues dhe të shfaqë xhelozi kur partneri i tij i kushton vëmendje dikujt tjetër, edhe pse nuk ka asnjë kërcënim real. Kjo e bën dashin një kombinim i zjarrt pasion dhe ndjenja të forta të pronësisë, që shpesh ngjall dramatizëm dhe momente të tensionuara. Në thelb, xhelozia e dashit është forte. E drejtpërdrejtë dhe plot energji, por gjithmonë me një zemër të zjarrt pas saj. Demi është shenja e tokës dhe njihet për qetësinë, stabilitetin dhe dashurinë për gjërat materiale. Ata e duan sigurinë në çdo aspekt të jetës, nga marrëdhëniet e dashurisë te pasuritë dhe zakonet e tyre të përditshme, por kjo lidhje e fortë me atë që kanë dhe vlerat që i rrethojnë i bën pak më xheloz se zakonisht. Kur demi ndjen se diçka që i përket po rrezikohet, qoftë një partner, një pasuri apo një mundësi e rëndësishme, ai mund të shfaqë xhelozi të qëndrueshme dhe të fshehtë, që nuk është dramatike si e skorpionit, por gjithmonë ekziston në sfond. Në dashuri, demi është besnik dhe i përkushtuar, dhe xhelozia lind nga dëshira e thellë për të mbrojtur atë që do. Ata nuk e shfaqin gjithmonë hapur, por do të vëzhgojnë me kujdes, do të planifikojnë dhe do të reagojnë në mënyrë strategjike kur ndjejnë kërcënim. Xhelozia e demit shpesh është e lidhur me kontrollin dhe sigurinë, jo me pasionin e papërmbajtshëm. Ata e marrin seriozisht ndjenjen e pronësisë dhe kjo i bën të kujdesshëm, të qëndrueshëm, por edhe të fortë në reagime kur dikush kërcënon atë që u përket. Në thelb, xhelozia e demit është e fshehtë, e qëndrueshme dhe strategjike, një kombinim i forcës dhe kujdesit që karakterizon këtë shenjë të tokës. Binjakët janë shumë social, kurioz dhe të lehtë. Ata i pëlqen të eksplorojnë botën, të njohin njerëz të rinj dhe të kenë eksperienca të ndryshme. Për këtë arsye, xhelozia për binjakët është e rrallë dhe e shpejtë, sepse nuk i pëlqen të ndihen të bllokuar ose të kufizuar. Kur shfaqet xhelozia, ajo është shumë më e lehtë se tek shenjat e zjarrta si dashi apo akrepi. Binjakët nuk e mbajnë pasigurinë për shumë kohë, ata kalojnë shpejt nga emocioni dhe e shndërrojnë atë në kurreshtje ose lojë sociale. Në dashuri, binjakët janë të lirë dhe shpesh duan partner që i lejojnë të fluturojnë mendërisht dhe emocionalisht. Xhelozia e tyre nuk është poseduese, por më shumë kuriozitet ose një moment i shkurtër shqetësimi që shkon shpejt. Në thelb, binjakët janë të pavarur dhe fleksibël dhe xhelozia është për ta një emocion kalimtar, jo një barë. Gaforja është shenja më emocionale dhe e ndjeshme e ujit. Ata janë të lidhur thellë me familjen, partnerin dhe ata që i duan. Për këtë arsye, xhelozia e gaforjes shpesh është e fortë dhe e thellë, edhe pse mund të jetë e fshehur pas kujdesit dhe përkujdesjes. Kur ndihen të kërcënuar ose të lënë jashtë, gaforja mund të bëhet pak mbrojtëse dhe të reagojë me kujdes. Ata nuk e shfaqin xhelozinë në mënyrë dramatike si luani apo akrepi, por e ndjejnë fuqishëm në zemër. Në dashuri, gaforja është besnike dhe e përkushtuar, dhe xhelozia lind nga frika e humbjes së dikujt që e do thellësisht. Ajo mund të shfaqet në mënyra të buta, si kujdes i shtuar, ose në momente të qarta pasigurie. Në thelb, xhelozia e gaforjes është emocionale, e përulshme, por e fortë, një reflektim i lidhjes së thellë që ka me të dashurit e saj. Luani e do të jetë gjithmonë qendra e vëmendjes.
Kur ndjen se dikush tjetër po merr vëmendje ose admirimin që mendon se e meriton, xhelozia e tij shpërthen menjëherë. Nuk është e fshehur dhe shpesh shfaqet me dramatizëm dhe zjarrtëri, sepse Luani nuk e duron dot të ndjehet i injoruar. Në dashuri, Luani mund të bëhet posedues dhe krenar, duke kërkuar siguri që partneri të tregojë për kushtim dhe adhurim. Xhelozia nuk është thjesht një ndjenjë negative për të, ajo është edhe shkëndijim motivimi për të ruajtur statusin, respektin dhe marrëdhëniet që e bëjnë të ndihet i rëndësishëm. Në thelb, xhelozia e Luani është e zjarrt, e hapur dhe dramatike, por gjithmonë e lidhur me dëshirën për të ndjerë admirimin dhe dashurinë që ai mendon se meriton. Virgjëresha është e njohur për analizën e saj të hollësishme dhe qëndrimin racional, dhe kjo reflektohet edhe në mënyrën si shfaq xhelozinë. Ajo nuk e tregon shpesh në mënyrë dramatike, xhelozia e saj është e matur dhe strategjike. Kur ndjen kërcënim ose pasiguri, në dashuri apo në miqësi, virgjëresha do të vëzhgojë situatën me kujdes, analizuar çdo detaj, dhe do të planifikojë se si të reagojë. Ajo nuk vepron impulsivisht, xhelozia e saj shpesh është e fshehur, por efektive, sepse di saktësisht çfarë do dhe si ta marrë atë. Në marrëdhënie, virgjëresha kërkon siguri dhe besueshmëri. Xhelozia lind kur ndjen që kjo siguri mund të rrezikohet. Por ajo e menaxhon me kujdes, duke u siguruar që të mos prish ekuilibrin ose harmoninë. Në thelb, xhelozia e virgjëreshës është analitike, e fshehtë dhe e matur, një kombinim i precizionit dhe përkujdesjes që e karakterizon këtë shenjë. Peshorja e do harmoninë dhe ekuilibrin në çdo aspekt të jetës. Ajo e urren konfliktin, prandaj xhelozia nuk është tipare që shfaq shpesh në mënyrë dramatike. Megjithatë, kur ndjen kërcënim ndaj marrëdhënieve të saj, qoftë në dashuri apo miqësi, xhelozia e peshores është diskrete dhe e ndjeshme. Ajo nuk e shpreh ndjenjen me zë të lartë, në vend të kësaj, vëzhgon situatën, reflekton dhe përpiqet të ruajë ekuilibrin. Në dashuri, xhelozia lind nga frika e humbjes së harmonisë dhe dashurisë që ajo ka investuar. Peshorja mund të bëhet e kujdesshme, duke marrë masa të buta për të mbrojtur marrëdhënien e saj, por pa u treguar kontrolluese apo posesive. Në thelb, xhelozia e peshores është e qetë, diskrete dhe emocionale, një pasqyrim i dëshirës së saj për ekuilibër dhe paqe në marrëdhënie. Akrepi është i intensitetit të lartë dhe emocional. Kur ndjen kërcënim në dashuri ose besim, xhelozia e tij është e thellë dhe e fuqishme, shpesh duke u shndërruar në një ndjesi që nuk harrohet lehtë. Xhelozia e akrepit nuk është e dukshme menjëherë, por ndodhet gjithmonë në sfond, duke i bërë ata të vëzhgojnë dhe analizojnë çdo lëvizje të partnerit. Ata e ndjejnë çdo ndryshim në emocionet e të tjerëve dhe nuk e marrin lehtë humbjen ose tradhtinë. Në dashuri, akrepi mund të bëhet shumë pranues dhe pasionant, duke shfaqur xhelozi që është po aq e fuqishme sa dashuria që ndjen. Xhelozia për ta nuk është thjesht një ndjenjë, është një reagim instinktiv për të mbrojtur atë që i përket dhe për të ruajtur lidhjet e thella emocionale. Në thelb, xhelozia e akrepit është e fuqishme, e thellë dhe instinktive, një kombinim i pasionit të zjarrt dhe intensitetit të thellë emocional. Shigjetari është shenja e lirisë dhe optimizmit. Ata e duan aventurën dhe nuk e tolerojnë dot të ndihen të bllokuar ose të kufizuar. Për këtë arsye, xhelozia e shigjetarit është e rrallë dhe e lehtë, sepse ata nuk mbajnë pasiguri të gjatë dhe nuk i pëlqen të mbyten nga emocione të forta. Kur shfaqet xhelozia, ajo zakonisht lidhet me kërcënimin e lirisë ose mundësive për eksplorim, jo me posedimin e dikujt. Shigjetari mund të ndjejë një ndjenjë shqetësimi përkohësisht, por shpejt e shndërron atë në energji pozitive për aventura të reja ose për të ndjekur interesat e veta. Në dashuri, shigjetari kërkon partner që i lejojnë të jenë vetvetja dhe të eksplorojnë jetën lirshëm. Xhelozia nuk është posesive, por më shumë një kujtesë e lehtë për vlerën e lirisë dhe hapësirës personale. Në thelb, xhelozia e shigjetarit është e rrallë, e lehtë dhe kalimtare, një reflektim i dashurisë së tij për lirinë dhe aventurën. Britsjapi është shenja e ambicieve dhe disiplinës. Ata janë të fokusuar tek karriera, objektivat dhe siguria e tyre, dhe kjo i bën pak xheloz në dashuri.
Xhelozia e bricjapit shfaqet kryesisht në fushën profesionale, kur ndihen të kërcënuar nga dikush që mund të marrë suksesin ose statusin që kanë punuar për ta arritur, kur ndjejnë kërcënim në marrëdhënie personale. Bricjapi nuk shpërthen me dramatizëm. Ata e analizojnë situatën me kujdes, planifikojnë reagimin dhe veprojnë me maturi. Në dashuri, xhelozia lind nga dëshira për siguri dhe besueshmëri, jo nga pasioni i papërmbajtshëm. Në thelb, xhelozia e bricjapit është e kontrolluar, strategjike dhe e matur, një reflektim i natyrës së tij të përgjegjshme dhe të fokusuar. Ujori është shenja e pavarësisë dhe analitikës. Ata janë të menduar racionalisht dhe nuk lejojnë që emocionet t'i kontrollojnë lehtë. Prandaj xhelozia nuk është tipare e zakonshme për ta. Kur shfaqet ndonjë ndjenjë xhelozie, ajo është më shumë logjike dhe e matur, sesa e bazuar në pasion apo frikë. Ujori e sheh situatën nga një këndvështrim objektiv dhe shpesh analizon pse ndjen atë ndjesi, duke vepruar vetëm kur është e domosdoshme. Në dashuri, ujori kërkon hapësirë dhe liri, dhe xhelozia lind vetëm kur ndjen se kjo liri ose marrëdhënia e tij mund të rrezikohet. Ajo është e rrallë, e qetë dhe nuk shkakton dramatizëm. Në thelb, xhelozia e ujorit është e rrallë, e racionalizuar dhe e kontrolluar, një reflektim i mendjes së tij të pavarur dhe të ftohtë. Peshqit janë shenja më të ëmbël dhe të ndjeshme të horoskopit. Ata janë emocional, të intuitiv dhe lidhen thellë me ndjenjat e të tjerëve. Për këtë arsye, xhelozia e tyre shpesh është emocionale dhe dramatike, duke lindur nga frika e humbjes ose pasiguria, kur peshqit ndjejnë se dikush mund të marrë dashurinë ose përkushtimin e dikujt që duan. Ndjenja e xhelozisë mund të bëhet intensive. Ajo shpesh shfaqet në mënyra të buta, si kujdes i shtuar, por mund të bëhet edhe e ndjeshme dhe e thellë, sepse peshqit e ndjejnë çdo ndryshim në emocionet rreth tyre. Në dashuri, peshqit janë besnik dhe të përkushtuar, dhe xhelozia e tyre reflekton vetëm thellësinë e ndjenjave që ata kanë për partnerin. Ata ndihen të lidhur në mënyrë të fortë dhe çdo kërcënim për marrëdhënien e tyre e prek thellë zemrën e tyre. Në thelb, xhelozia e peshqve është emocionale, e ndjeshme dhe dramatike, një pasqyrim i thellësisë së ndjenjave dhe intuitës së tyre të jashtëzakonshme.